Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të dashur teleshikues, teledëgjues, teletapisatan. Mirë se keni ardhur në emision, mirë se jeni sintonizuar në valët e Top Albania Radios dhe në kanalin 10 në digital në këtë 1 qershor, që është festa e të gjithëve ne, sepse ne të gjithë jemi pak fëmijë nga brenda, por kush harron që të jetë fëmijë, nuk është më njeri, dhe kush nuk është më njeri, është ashtu siç di ti. Mos e humbisni atë fëmijën brenda jush, edhe pse mund të jeni në një moshë madhore, ruajeni fëmijën dhe në këtë 1 qershor bëuni bashkë me fëmijën tuaj ose me nipërit, me mbesat, çdo fëmijë që mund të keni pranë vetes suaj. Ja, fix. Jemi gjelbërimi, mamit dhe i babit, ne jemi gjelbërimi, qielli dhe i tokës, ktheu andej se po na bëjnë video për rilsa, ne jemi gjelbërimi i qiellit dhe i tokës, kaq dim ne o DJ Kedos, sepse kemi DJ Kedos, Julian Hurda dhe Angelo Shkreli në këtë të hënë. Sa pëlqej kur i thua emrin e vetes. Po pse thua shumë bukur emrin? Angelo Shkreli, ashtu siç duhet të jetë. Se ka rob që ma thon Angelo ose Angelo, Angelin, e kam A-N-Z-H-E-L-O, Angelo me theks. Edhe si për ironi të fatit në këtë 1 qershor që është dita e fëmijëve, Çaka? Na vijnë të dhënat e Instat. Çaka? Tregojnë se familja shqiptare po kalon një transformim të fortë demografik dhe ekonomik. Familje më të vogla, më pak fëmijë dhe gjithnjë e më shumë të moshuar që jetojnë vetëm. Shiko tani, në fakt familje shqiptare me të vërtet që po ndryshojnë, Juli, se ndryshojnë nga hajde ham bashkë nëpër tavolina, te hape i herë kamerën të flasim me të gjithë ata që kemi jashtë. Na kanë ikë shumë veta jashtë. Pra sot sa do ikin. Ose do ikin, po do vjen te njëjti vend, pak në do jenë bashk. Se e merr Robin, e ke parasysh? Se po shkove ti në Tajland, do vi dhe unë Tajland. Po vajti Kedo si mbali. Unë vetë kur në Tajland. Se? Jo. Lady or Lady Boy? Jo, Kedos nuk qeka dora jonkë. Nuk i pëlqeka këto gjëra. Nuk do vije në Bali me mua dhe DJ Kedos. Jo, çpun kam unë andej. Po mbali bëhet jetë do frik nga avioni, prandaj edhe shumë rrugë. Po shkretion për ty. E di çfarë bëhet mbali, o migo. Hajde se është ushqimi i lirë shumë, jetesa shumë e mirë. Ajri pastër. Unë punoj edhe kështu si menaxher kështu e pagua në Ministria e Jashtme e Tajland, për të bërë reklam, konsulata për të bërë reklam. Pra sot vërtet kemi familje më të vogla, por i kemi edhe të shpërndara nga ana tjetër. Por një gjë është e sigurt, ne jemi të fortë. Grup. Si grupëre? Grup në WhatsApp. Po su futëm në Europian, në botror. Grup në WhatsApp të familjeve. Njëri në Gjermani, tjetri në Itali, dikush tjetër në Amerikë, në Ke parti në një DJ, kur thua DJ, të vjen në mend që të jetë DJ vajzë të jesh e veshur me fustan? Po be çfarë do vishet vajza në verë? Është DJ o vlla. Po atë i bi DJ-sh, jo DJ. Po vlla, kur thua ti DJ, ke parasysh ti do vishe shumë tani, për atë më Kloe. Kloe, do emër. Po pra, DJ Kloe se kemi andej nga ana tjetër. Kloe, respekte, je e papar. Edhe është vesh me fustan sot prandaj. Edhe një lajm tjetër. Sa lajme pas ke pasi, po ti sikur punon media vlla. Vetëm lajme lëshokët i, bravo, po lëshoj atë kur duhet. Nëse mendoni se jeni ftohur me njëri tjetrin, kemi një lajm të mirë. El Nino rikthehet. Çfarë? Nuk është pjesë e botrorit, se duket kështu sigurisht do një lojtar brazilian. Jo, bota mund të përballet në 5 vite të ardhshme me një nxehtësi marramendse. Po shumë mirë, po ky është lajm i mirë, pra që se jemi ftofë me njëri tjetrin, ngrohe me içik. Do na ngrohen dhe xhepot përveç se do ngrohemi me njëri tjetrin. Jo, jo. Po. Nuk ka për të ngrohur Juli, sepse Jo, ty mos na çoj. Kemi as lajme rrogash, na vjen keq, se një zë vëngon nga lumi, na buçet në zgjon nga gjumi, por jo. Ajo që dua unë të them është që ne duhet të jemi pak më pozitiv, Juli. Pozitiv jemi. Gotën gjysmë. Pozitiv edhe kur thotë që do jeti nxehtë marramendës, ne prapë marrim pozitivisht, se do ngrohemi me njëri tjetrin. Po duhet jemi pozitiv. Duhet jemi pozitiv. Hera e fundit që ti ke qenë te halla jote. Te halla ime. Po, varet se kam shumë halla vlla. Një nga hallat. Po un po shkova, duhet shkoj te të gjitha, kështu që nga që s'kam shku te njëra, s'kam shku te të gjitha. E kupton pra që jemi ftohur. Po tani halla nuk na pranon shtëpia. Ti thot, ku të shkoj çdo ditë halla i bën Kedos. Okej. Miq, nëse hëna nuk ju pëlqen fare, futini një mendje top se më keq nuk ka ku të shkoj. Alo, telefoni. Alo, moderatori si je?
Si emër të keqen Xhaxhi, kush je ti dhe? Alo, Po. unë jam Albani, jam 5 vjeç. Sot është dita jon apo jo? Alban, more Alban që e ke emrin shqiptar tamam 100%. Po sot është dita juaj dhe gëzuar 1 qershorin, po kush të dha leje të marrësh telefonin dhe telefonosh apo si je i Unë vogël? mora të uroj fëmijët për 1 qershorin, po kam edhe një pyetje Xhaxhi. Hë, një herë pyet mor. Se vjet mami me babin. Kostonin të vjetri, qa ka shtëpia ta nxjerr fëmia. Po si duket mund të kenë ndonjë shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin. Po qa shqeqi me thua, Xhaxhi, ata thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore, do me thënë ka lek, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma tha njeri falas, qa jam unë, influencer? Hajde meru me fëmijën. Po pse po zihen? Se babi thot të ikim jashtetit, se atje do bëhemi njerëz. A, babi thot që, ha? Po, edhe ne i themi, pse sa jemi neve këtu, kafshë? Jo, më, o Albani, njerëz jemi edhe ne, po, hajde gjej përgjigjet e duhura tani. Po mami, që thot në këtë rast? Mami thot, i këti, unë zvi. Po mirë se do ta zgjidhin ata. Mos u shqetëso. Ata s'din të zgjidhin se çfarë do për darkë, do zgjidhin këtë u Xhaxhi, unë prandaj të mora. Po pse më, edhe zihen edhe se çfarë do han për darkë? Po, çdo ditë, babi thot qa do ham, mami thot se di, babi thot e mirë, por si t'jashtë, mami thot s'ka lek, edhe pastaj mami unë e dëgjoj që vërtet natën, më duket se zihen. Po, ashtu është të keqen, ashtu është, po, ti çfarë sugjeron në këtë rast? Unë them që të mos ikim fare, se nëse iki, uj do t'i them unë, hajde post. Po mirë se do bësh shok të rinë, edhe atje ku do shkosh nëse do shkosh gjithmonë. Po ata si din, hajde post, as si ko bari. Po mirë se nuk do thuash hajde poshtë, po do thuash për shembull let's go outside, ose ku diu si thon, kam. Po do të në Angli o Xhaxhi, unë nuk di noti si me gomone. Po mirë mund ta thot gjermanisht, ai s'di gjermanisht tani për Po shembull. ti ti në Gjermani o Xhaxhi. Po a thej pra duan të ikin prindrit? Xhaxhi mos më bërtit e ti, se mua pak më bërtit mami me babi të më bërtas dhe ti të qaju nga tani. Po nuk po bërtas, po të them që nëse shokëve këtu i thua hajdeni poshtë, pra i thret të luani, atje do t'i thuash në gjuhën që do shkosh atij vendit. E Xhaxhi po, shumë e gjatë në temun gjermanisht. Po, edhe lodhesh duke e thënë Xhaxhi. E drejt, gjermanisht është e gjatë dhe është e vështirë, ke drejt këtu, 1-0 për ty, po. Shiko, gjoj pak Xhaxhin, ndonjëherë të rriturit mendojnë për një jetë më të mirë, dhe prandaj i bëjnë. Se këtu nuk ka jetë? Po ka më jetë si s'ka jetë këtu, po. Shiko, Albani janë muhabete të rriturish këto, nuk i kupton. Po ne me vinë edhe shokët me mua, a bëhet kështu? Po jo, nuk mund të vinë shokët. Po ajo teta që më jep gjithmonë akullore. Po as ajo teta nuk vjen. Po ai djalit e lokalit që kur shkoj me babin më thot, ku jeti bukurosh? Edhe më prek aty poshtë edhe më jep 5.000 lekë. Po edhe ai mund të vi, mund mos vi, nuk e di tani. Atëherë pse i quaj jetë më të mirë kur on gjërat më të mira po i lë këtu? Alban, prindrit gjithmonë mendojnë për të mirën e fëmijëve të tyre. Kështu që edhe në këtë rast ndoshta ata po mendojnë më të mirën për ty. Po, do t'i thuash Xhaxhit tani miru pafshim edhe tiki? Jo, do t'i ikësh dhe ti me mamin dhe babin tim. Po jo, unë nuk do iki askund, unë jam këtu thjesht, unë duhet të vazhdoj emisionin Xhaxhi, se nuk do flasi vetëm me ty. Ik, pra, ik, Luli, ik, e ti dhe babi nuk do iki, do ri këtu, kam akoma loje për të mbaruar, do luaj me shokët, ti Xhaxhi juli, shiko lart, shiko poshtë, shiko jakët, miru pasim. Miru pafshim dhe miru dëgjofshim, dhe e mira e gjithë kësaj telefonate është që e para fëmijët janë të shkathët, e dyta fëmijëve nuk ja hedh dot dhe e treta fëmijët kanë mbetur po fëmijë dhe më e rëndësishme që është e katërta, fëmijët luajnë akoma poshtë dhe ka një vend ku të luajnë dhe nuk rrinë gjithë ditën në shtëpi, nëpër telefona apo nëpër kompjutera.